Ndërkohë lule lakrën e përdorim shumë si turshi Lena, ka vlera, mundesh me na tregu pak për çka është e mirë lule lakra? Lule lakra dhe në përgjithësi lakrat njihet njëjtë edhe lule lakra si perimi që ka mas shumë të probiotik. Më thënë bazë të lumtimeve, kefiri, edhe tani lakra turshim, përgjithësi edhe lule lakra, edhe lakra në përgjithësi kur i bojmë formë turshive. Për ndryshe është njëra për perimeve që gjithashtu përmban fibra, përmban vitamina, përmban minerale që janë shumë të rëndësishme kryesisht për imunitetin, për qarkullim gjakut, për të fëmijët është shumë e përshtatshme, s'është edhe më e lehtë. Më thënë është ka vlera jashtëzakonisht shumë ushqyese. Ka persona që s'mund me përdor, për shembull këta që kanë probleme me helikobakter ose diçka, nëse nuk gaboj, lule lakra nuk rekomandohet të disa sëmundje për shkak. Normal që për shembull për shkak të disa përbërgjë që i përmban, edhe tek rastet me tiroide, edhe normal që preferohet edhe brokoli, edhe lule lakra, edhe spinaci preferohet mu gatu. Jo kështu, edhe normal që jo sasia shumë e madhe si në krahasim me raste tjera në kushte normale.